Nuk mbet kush pa I përmend, por ata që u bën pjesë e rokadës të qeverisë lokale, ende nuk e than fjalën e tyre. Këta drejtor komunal që prej sot filluan me detyra të reja, mendojnë se kalimi I tyre nga një drejtori në një tjetër nuk do t'u paraqes problem në menaxhim, por shumë çka u mbetet marak për drejtoritë e vjetra. Fatmir Azizi, të cilit ende nuk I figuron emri në derë si drejtor prone, me sinqeritet tregon se ky ndryshim për të është një sfidë e radhës. Ai madje tha se si drejtori I shërbimeve publike ka pasur edhe synime konkrete. Njeriu kur mësohet me një punë në drejtori, është pak e vështirë ndrimi, po sidoqoftë ne jemi poste politike, menaxher drejtorive dhe duhet mësohemi me punën e re dhe do të vazhdojmë tutje. E kom dosh me shpirt, po tash nuk jem të kurorzuar me asnjë drejtori. Na do të vazhdojmë punën dhe besoj që këtu do të mundohem t'ja dal. Kom pas projekte për vitin 2015, kom pas disa projekte, besoj që unë do t'jem ai që do të bashkëpunim me drejtoreshin e re që t'i funksionalizojmë këto projekte, si për shembull kem pasur krijimin e hapësinave Gjelbrune që I mungon qytetit Ferizajt, ku kemi një buxhet diku 120.000 euro. E ajo që zavencon Fatmir Azizin si udhëheqës I drejtorisë së shërbimeve publike Mimoza Fazliu, tha se ajo nuk e shes sfiduese ndrimin e drejtorisë. Ajo u shpreh se një menaxher I mirë këto ndryshime nuk do t'i bënin problem. Por megjithatë, Fazliu le për të kuptuar se me punën e drejtorisë së zhvillimit ekonomik ishte mishruar shumë. Ka qenë një drejtori që e kom punu me gjithë zemër, e kom punu shumë në drejtori, kom lënë edhe projekte shumë që kanë me detaj do të dalin në shesh ato punë që kemi bënë që në fillim vitit, do të janë projekte shumë që kena apliku, që tash besoj që edhe do të fitojnë në një projekt. Më vjen mirë që kom përfundu projektin me shkollën, do të veç përurimi e bon janar, kom lënë projekte shumë ta, po besoj që edhe këto ne kim puna menaxheriale, adaptohemi letë, do të qysh në fillim premten, kom marrë detyrën e re, edhe me njëherë do të po tani do të një punë që u kry me pushin e disa grupave, me një akcion që ke avonetit, që besoj që do të adaptohemi, ne kemi punë menaxheriale, menaxheri do të më adaptu shumë letë, në çdo drejtori. E për Naim Ferratin, I cili nga drejtori administratës kaloi si drejtor kulture, siç duket nuk është ndonjë ndryshim I madh. Atij duket si një kthim në shtëpinë e vjetër, pasi që këtë drejtori e ka udhëhequr me vite. Ajo drejtoria e kulturës, rinjisë dhe sportit është një drejtori dhe një sferë e njohur për mua për arsye se kam menaxhuar edhe 2 mandate më herët me këtë drejtori. Sigurisht që edhe atje presin sfida, angazhime, po duke falendëruar drejtorin paraprak zoti Haliti për angazhimin që ka bërë deri më tash, ne do të jemi vazhdimësi e suksesit të qeverisë Sforqa, duke ju kushtuar shumë rëndësi dhe angazhim dhe iniciativa të treja komunitetit të kulturës, sportit dhe rinisë, me qëllim që ky komunitet ndihet komod dhe të ketë hapësinë për vepru dhe hapësinë për krijimin e vlerave të reja në qytetin e Ferizajt. Nga 5 drejtorë që kryetari Sfarqa u androi postet e tyre të deritashme, 3 prej tyre zotohen se do të vazhdojnë të punojnë me të njëjtin përkushtim profesional, vetë se syt u kanë mbet nga drejtoritë e mëhershme, për çka premtojnë se do t'u ndihmojnë zëvendësuesve të tyre.